projektin tim. Kader, sfilata, bashkëpunime të shumta, brende të njohura ndërkombëtare, vendore po ashtu, je prej emrave më të kërkuar për bashkëpunime, sidomos ato që janë ndërkombëtare dhe unë e kom pas sa punë të mirë jetu bë tash kohët e fundit, jam shumë krenar për punën që po bën. Sa është e vështirë me bashkëpunu sot me brendet sidomos që kërkojnë? Është normal pak vështirë me brendet, sidomos që nuk janë Kosovës ose Shqipnisë, ata normal që nuk njohin kush je ti, amo pak me intervenime edhe fal agjencioneve që bashkëpunoj. Ndihma më e madhe është atyne që m'japin edhe Patjetër, e realizojnë komplet atë idenë. Krejt kjo frymë e bashkëpunimeve që krijohet është falë punës tënde vite më parë. Çka priton mas shumë ti me punu? Çka e ki ma mërzi edhe pse duhesh me bë, po dyqysh, nuk është kjo e jemi. Nuk e di sa une me punu nuk pritoj heq, edhe stidi sot s'm ka ardhur ndaj sen kështu që kam pritur shumë me punu ose me thonë ok, qëto s'po muj me bu. Po dalim të këto pyetjet e mia që une adeni i bëj, po du me të pyet, zemra jote është e zënë apo ende ka vend? Zemra jame është në poqe, edhe jam shumë e lumtur. Çfarë